إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فلندرم الله سبحانه وتعالى krijuesin tonë I cili na ka krijuar lillahi alhamd. Falenderojmë Allahun xhallahu ala për gjithë të mirat që na I ka dhënë. Falenderojmë Allahun që na ka bërë pjesëtar të ummet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na ka bërë pjesëtar të fjalës la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, që është dëshmia e shahadetit të nderuar vëllezër musliman, ku Allahu të gjithë njerëzimin e ka ngarkuar me këtë amanet. Amanet të madh të cilin qiejt dhe toka nuk e kanë mbajtur. Po mban njeriu dhe aq sa mundet njeriu të arrujë këtë amanet dhe ta çojë në vend, do të jetë prej banorëve të xhenetit bi'idhnillahi ta'ala. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi shumë pejgamber dhe dërgimi I pejgamberëve që t'i drejtojnë njerëzit në rrugën e drejtë. Për ata dërgoi edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ku salat dhe selamet ja çojnë këtij njeriu pejgamberit të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu tha وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dhe nuk kemi dërguar ty o Muhammed për asgjë tjetër, vetëm mëshirë për mbar botën, për mbar njerëzimin, pa dallim ngjyre, pa dallim feje, pa dallim rase, pa dallim vendi, kohe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber kafatan linnas. Për këtë njerëzimin e pranon apo nuk e pranon, Allahu me të mbyllë rrugën e pejgamberit. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Abu Huraira, ku thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Vërtet Allahu u dëshiron ju 3 gjëra dhe u urren 3 gjëra. Ne në javën e kaluar folëm për 3 gjëra që Zoti xhallahu ala I don. E ato që Zoti I don, e ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, në mënyrë është përkujtuese, po përkujtoj hadithin e pejgamberit ku pejgamberi ka thonë 3 gjëra që Zoti I don për juve është që ta adhuroni Allahun dhe të mos I bëni shok atij, mos I bëni shirk. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dytën gjë që Zoti prej neve e don është që të kapemi të gjithë për fenë e Allahut, ditarin e Allahut dhe të mos përçohem. Mandej e treta gjë që Zoti xhallahu ala e don për neve, wa la tunazihu man wallahu amrakum, që ta respektoni atë person që e keni udhëheqësarinë e juaj. Këto janë 3 gjëra që Zoti xhallahu xhelalu I don. E ai I cili nuk e adhuron Allahun dhe I bën zotit shirk, ai I cili po përçon edhe fesat në tokë, dhe ai I cili nuk e respekton udhëheqësin e tij, pa marrë fare parasysh ku është kategoria e atij, janë banorë prej banorëve të xhenetit Allahu na rujt. Sot me neve është pjesa e dytë e hadithit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu lakum thalatha. Ja urren Zoti 3 gjëra. 3 gjëra Zoti urren për bar njerëzimin e në veçanti ata të cilët thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kur ashtohemi kanë thënë ulemaja, يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. Ndalë dhe bini një rej,
Çka janë ato 3 gjëra që Zoti i don? Ajo që do të xheloala pedoj ka është tauhidi, besimi, akidja, që njeriu me pas bindje të shëndosh. Këret njerëzit që kanë gabime në besim, që kanë besimin e devijuar, bojnë devijime në tokë. Dhe këret këto gjëra që pesheni që pëndodhen në shoqërinë njerëzore janë prej pikës parë që Zoti e don, ata kanë devijue besimin, bindjen e pastër në Zotin xhaleshanu xhaleshanu. E ai që adhuron dikon tjetër është Zoti, bëhet rob i atij që ju ka nështruar, dhe ai që i nështruar është ka më të fut në çorësakak në rrugë të pakryer. E dyta, që Zoti xhaleshanu e don prej neve, njerëzve përgjithësi në veçanti muslimanët, është që të kapemi për fejt Zotit të gjithë, të mos e urrejmë atë, të mos përgjahemi, të mos bëhen pike 5, po të jemi të gjithë me një, qysh jemi me një kibet, qysh jemi të falë me një imam, qysh jemi të falë me një xhami, të një mahale, ashtë të jemi të gjithë unik në fejnë Allahu xhaleshanu, jo mu shpërndo, se shpërndarja është njerim dhe kiamet iman, që qënë në humner dhe çdo përçarja armiku e shfrytëzon dhe ju përçon edhe më shumë. Dhe ta këshilloni apo ta respektoni udhëhecin e juaj, imamin e juaj, kryetarin e juaj, veliën e juaj, prisin e juaj që Zoti xhaleshanu ka bërë emër që të jetë udhëheci i juaj, edhe nëse nuk je plotësisht i bindur dhe i kënaqur me të, plotësisht derisa ai është udhëhec, ti duhet që jesh në komandën e tij, se dalja nga komanda ju e dini çka do të thotë kjo. Kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zoti urren 3 gjëra, do të shohim sot ato gjëra që Zoti urren dhe ato që i urren Allahu xhaleshanu ve xhelalu ka të bëjë me edukimin dhe njerëzimin në shoqërinë njerëzore. Kjo krijesë është krijesë sociologjike. Kjo krijesë o krijesë e cila nuk mund të jetojë vetëm, po jeton në grup, jeton në shoqëri, jeton në familje, jeton në shtet. Dhe njeriu për të jetuar në një shoqëri duhet të ketë kujdes. E ajo që më shumë ti që duhet të ketë kujdes, janë këto 3 gjëra që Zoti i urren. Për ne njerëzit, besimtarët e musliman, Allahu i urren 3 sene. E nëse dojna me di cilat janë ato 3 sene, do t'i numrojmë tash, hu Allahu xhaleshanu thot, e urren Allahu qila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atu al-mal. E para që Zoti e urren është tash e thonë. E dyta që Zoti e urren është kathratu su'al, të kërkuarit tepër. Dhe e treta është ida'atu al-mal, humbja e pasurisë, udhën në rrugë. Qila wa qal. Jemi të jetuar në shekullin ku më shumë të muslimanët sot janë të marrë me ta shetan. Të nderuar vëllezër, nëse do me ditë apo ta sheton ajo, nalo lëkëshyri antarët e familjes tonë për çka flasin. Leçi flasin gibet, leçi flasin në me bojnë fjallë, por ata nuk mujnë me thonë një fjali të pëshëndor, fjali të zgjëruar, pa thonë tha, i thash, unë tha. Nuk din, kur thot njeriu ka thonë, i qëtë 2 pika dhe thot fjalin fund të kryt. Po qatë ka ullë kultura e të folurit, qatë që me ka ngush kryt me ta shetona, sa që folësi kur flet, në çdo vend ka vend e thot fjallën tha, i kom thonë, i thash. Kjo e argument të qartë se në atë shoqëri, në atë familje, në atë rreth, janë duke u bërë vjetra, është duke u bërë vepra e thashëthonës së pejgamberit që ka thonë pejgamberi Zoti e urren. Para të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husn al-islami mar'i tarku malani. Pej njeriu që me prej islamit mirë është me lënë njeriu atë çka si interesant. Nuk duhet ti më marrë me thashëthonën. Nuk duhet ti më marrë me familjen e kërkujt. Ti merru me familjen tonë dhe të mjafton. S'ka nevojë me na tregua dhe me tregu fjalë çka ka ndodhur. Për ata, se në fusale, nëse një njeri e ka ditë që ka bojt fjallë, nuk i ka bojt fjallë dhe sekretet e xhamatit, nuk e ka lënë me hi imam. Se imami i bën që fjallë të këtij xhamati në grupin e xhamatit tjetër, e kësaj partie në partinë tjetër dhe bëhen vrasës me zveti. Vijnë deri të vrasja, vijnë deri të më e keqja që mundet me kohë. Për ata, thashëthonat nderuar vëllezër janë të shëmtuara, për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë ndaluar me tregu çka kanë dëgjuar. Një person
e kish pas emrin Hasan dhe këtë katune i thëshin Hasan Ranci. Dhe një njeri, po do me vërtetu a është Ranci jo. Kur hejnë dhe bisedon me ta, e shetë që nuk o Ranci. Të kërko që burë. Po i thot, a bën me ditë për Hasan. Pse këri ty po thojnë Hasan Ranci? Ta thëmë një realitet. Thot të më thojnë Hasan Ranci se qak ku niku ka rëzu. E gjysë për aty që të rëzu i kom rena, e kom hamë. Ja pa fshori. Para ta shetona dhe qka të dëgjosh, nuk është obliguar. Para ta ka më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in jaa fasikun bi naba'in fatabajjanu. Qofse vjeti kush me një lajmë, sharane atë lajmë, o shqiptar, o musliman, sharane, e jo mi ashtu dhe ka trapestuar. Si të nish, një fjona, ta profilohi qështu, edhe një 4-5 i këpos me një kështuar. Kjo është shpifje mëdhe, kjo është gjibeti madh, kjo është gjunahi madh. Për ata ka më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë bytur të gjibeti, që Allah Gjelluale ka thonë gjibeti është sikur se me hamër vlom e mishin e vlom të ndekt. Kush e hanë mishin e vlom të dekun? Kërkush? Qasë që keq është me mojtë. Ka thonë, po e mësurë, po nëse na ja thonë realitetin, ka thonë, nëse e thua realitetin është gjibet, e nëse nuk e thua realitetin është shpifje. Kur nëse nuk o liri prezencit tome. Para ta nuk u zënë, dy vercit bohen flasin për tretin. Kjo është një katastrofe madhe. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na ka ndaluar, jo me fol për çdo sen që e ndëgjojnë. Dhe ka thonë, heqni se heqja është prej arit. Mandej, Allahu Gjelluala i ka bo 2 vesh për të ndëgjuar shumë dhe 2 syri për të ndëgjuar shumë, 2 duar për të punuar shumë, 2 kohë për të etur shumë, e 1 gjuhë për të folur pak. Sepse gjuha të folur është fjala më e rënda, vepra më e rëndë që në gjuhën arabe fjali se thohet kelime, e kelime është thik me 2 tehna. Që të populli nuk ka fjallë pa halë, nuk e dim në qëllimin e fjallës, nga një herë thunë dhe një fjali, me të cilin fjali i bën njerëzit këpsh. Para ta, duhet të kemi kujdes në të folur e sidomos në rastet kur ne dëgjojmë gjithçka. Por ma ndaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithma, i mjafton njeriu gjunohi tina en yetahaddath bima sami'a, nëse flet çka ka dëgjuar. Ma e men, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mjaftohen ty më të ngarkuat këqijat dhe gjunohet e njerëzve që ti flet çka ke dëgjuar. Por ata është runu prej kësaj çështje të ruhemi të gjithë bashku dhe kur e shohim dikun kush merret me thashë thona, t'ja tërheqëm brejtën edhe nëse na i dhrohet, por arsye se thashë thona është gjë e urrëtur te Allahu xhel shan. Pika e dytë është pika këthrat e sual, që është 2 shpjegime. Që njëra është e lejuar dhe tjetra është e ndaluar. Sualul umur allati la haja la. Me kërku njeriu çka nuk ka nevojë. Me vet njeriu, me lyp njeriu diçka që nuk i duhet. Kjo është ajo tema me të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allah i urren një njeri që kërkon diçka që nuk i duhet, po e ka bosh shprehi. Dhe e para to në 2 grupe. E para është haram, që ai njeri i cili lyp diçka që nuk ka nevojë për të është haram, dhe e dyta është e lejuar, siç është rasti që Allah ka thonë, "Fas'alu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun." Vetëm dietarët nëse ju nuk dini. Kjo është në pyetjen e nëse ki diçka me pyetur, lejohet për të pyetur për me marrë dituri. E jo me pyetur me qëllim me nxon hoxha, ose profesorit. Shumica e atyre të cilët merren me thash e thona, kur vjen puna të pyetja, shkon studion në ndonjë libër ose një shkencë, me qëllim që me nxon mësuesin e tina ose shëtarin e tina. Dhe sot apo njëri absolut nuk ka. Edhe mu më vetë, diçka në fe nuk i di të gjitha. Unë e flasë dhe që atë qka e di, atë qka nuk e di nuk e flasë, edhe rusë zotën që në Allah në rrujë për e me folë atë qka nuk e di një atë. E atëre, ka Allah e me nëzon njeri unë, e qëtë një pyetje, në të cilin e shetë në situatë të palafmushme. Pika dytë, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata të cilët lypin lëmosh, duhet ta keni kujdes të madh.
thot sikur ta din ata që e shtrin dorën dhe lypin, këtë të sual. Njeriu i vjen mosh do një herë, e ka fëmijën smut, ose e ka gjendën rënë, dhe i lyp me vyën ndihma e shoqërisë, nuk është e ndaluar, po e bën shprehi, sikur se lypsa që e kanë për rrugë, dhe kërkojnë, dhe i marrin fëmijët e tyre, në prehen, me shni gjuna njerëzit dhe me thonë, dhe ai nuk është për nevojë, po aja ka shprehi, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yalqa Allahu wa laysa fi wajhihi maz'atu al-lahm, Allahu na ruaj rabbi. Kur do takohet me Zotin ky njeri, ka me dalë me fytyrë vetë as të troll mishin fytyrën e tij s'ka me pas. Për ata thot populli kur skiu i si bashkë çka duhet, i huku i sinit marrja, edhe ai ma shtrin dorën apo ajo, edhe ai ma e ka po shprehi 10 ditë, me 10 euro mi don ditë, për 30 ditë i bojnë 100 euro, edhe pse më punue? Thot pejgamberi me ditë çfarë gjunohi është çaj që e shtrin dorën lypsi, dhe nuk ka nevojë për të. Do të thotë kishte saktë të kundra Uhudit, sikur më thon këtu 30 kilometra larg i shes. Larg i shkuar 30 kilometra. I shku larg e ma larg me punua fjala, edhe ma larg vetëm mos me kërkue lëmosh nga njerëzit, e ai nuk është i nevojshëm për të. Për ato të ruar vëllezër, këtra të sual, njëra është e lejuar kërkimi i turisë, por jo pyetje, sot pyetje budallic që s'ka dobi me të. Njeriu min husn al-islam me tërku ma lani është te muslimanllëkut mirë është njeriu mos me pyetje çka si çot pesh. Çka të çon pesh ti me të vetë që ka ani noma jote? Çfarë pesh është kjo? Kjo është pyetje pa lidhje. Përveç ato ku kërkohet. A ke po kur më shkojmë te mjeku, po të vetë shkëjamin, bjamën e vajzërisë, që shkojamin baba, që shkon nona. Ajo është kërkesë. Për ata duhet të ruhen të dhëna personale. Por derisa nuk po ruajtje të dhënave personale, atëherë kem drejt mos mja dhon. Për ata këtë çështje do të pas parasysh se Islami e ruan këtë çështje. Nuk ka nevojë dhe nuk është e jotja me ditë për mua sa lugi ka më vdekshme. Apo sa pjata i ka më në kuzhinën time. Apo që shau ka fjallën une, po pje fjalla. Qatë që pesh ke me ditë? Por me ditë gjendin e përgjithshme, a e ki gjendin e mirë ekonomika jo, vija trosha. Sikur se benu Israelit pyshin gjëra të cilat nuk ishin pyetje me vend për ata dhe Allah xhelaluha i dënoi i shndroi dera dhe majmuna. Pika e tretë është idaatul mal, humbja pasunisë. Tu do të thonë pak të kjo rini. Jemi të jetu shekullin e 21, shekullin e komatës, shekullin e fajdes, shekullin e hipotekave. Se cili prej nesh është i futur deri në fyt në këtë gjunat të madh. Ditën e gjykimit nderuar vëllezër, kemë dhënë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdin yawm al-qiyama, nuk ka mërshit koma e asnjë njeriu të më shku as në xhenet as në xhenem, s'ka më shku as në xhenet as në xhenem as njëri, s'ka mërshit koma atina, por derisa për mos pyetet për 4 sene, një prej tyre thot të pyetet për pasurinë, ka e ka marrë dhe ka e ka çuar. A keni po politikanë tanë, ai agencioni për korrupsion e tregojnë, e lajmërojnë këtë pasuri, e lajmërojnë pasurinë. Kjo është Islami me ditë se cili se ka fiton, a fiton me njerëz, a me haram. A me njerëz, a me haram. Kush ne për njerëz interesohet, a fiton me njerëz, a me haram, që pesa dhe në haqë shkojnë me pare drogës, e me pare trakis, e pare procesionin e rruna zotë. Që s'banë më shkue, mira i që shka me të pare. Pse? Pasuria është punë e madhe, wa idaatul mal, me qitë pasurin, me hub, shkele shka, kime do përgjithsi, o ju që përshkonin pastore, mirë t'ju. Edhe që fitan dhe që hub, o ju që pëlluni me kamota, o ju që pëlluni me bastet të ndryshme, kini kujdes, Allahu e ka leju tregtin, e ka ndalu kamatën edhe fajdën, kini kujdes e nuk e pasuri kjo, me umarë me këtë qështja asë sikur se, me pas kontaktin të menonën tone, ose mi shfalë Zotit luft. Mi shfalë Zotit luft, qatë gjuna i madhë është rëzik i madhë. Për ata Allah Gjelluala ka thënë, وَلَا تَبَذِّرْ تَبْذِيرًا, dhe mos e të proni me unë pasurin pa lidhje, o i që përbëni darthma,
e suneti, e kur s'kan të bëjnë ato me islamin e juj, vend që të ketë në ato linjerit fes, sunetia është punë e fes, edhe keni shëndërua të në këngëtar dhe këngëtare, dhe valtare, dhe në shumë gjërat të cilat paguni shumë shërejt në fund, dhe alkoholit e në gu, atë në fyt, frikojnë Allahut për dorsmat e juja, frikojnë Allahut në sunetit e juja dhe në manifestimet e juja të mirë të ju, se Allahu është i dhruar, se pe humni pasurin me haram, inë në mubeddiine kanu ikhwane shayatin, e ata që e qojnë pasurin që shtu shkele shka, janë vllaznit e dreshnjeve. Vllaznit e dreshnjeve, kush janë? Ata të cilët modën e vetë, që e ka fitue, ja ka qusë Zoti, i qanë mas punëve të kota, mas harameve të kota, shpenzon atë kur nuk duhet me shpenzuem. U e ka në shejtani lërëmi i kefura, dhe dijeni se shejtani është armik i Zotit qafir. E ju e një vllaznit të tina, që me hupni pasurinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë të rrua vlezër, duhet me pas kujdes në këtë tri gjëra. Ato që Zoti u urren është, tha shejtanat, kile vokal, kërkesa apo lutja apo shrimja dorës pa nevojë, dhe aja që Zoti e urren është humbja e pasurisë në rrugë të shejtanit, në rrugë të këqija e jo në rrugë të halit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.